Përshëndetje miq të kanalit Mokra Jonë e Bukur. Sot ndodhemi në një ndër fshatrat më të vjetër dhe më historik të krajinës së Mokrës. Ndodhemi në fshatin Pleshisht. Fshati Pleshisht ndodhet në Mokrën e Sipërme, rreth gjysmore larg qytetit të Pogradecit, sidomos tani me rrugën e re, është më afër. Dhe pikërisht këtu ndodhemi në lagjen e Mezit, e cila quhet gjithashtu lagja Pleshisht, nga ku dhe fshati ka marrë emrin. Pra, fshati Pleshisht është ndarë në tre lagje, në lagjen Kërkov, e cila është lagja e poshtme, lagja e Mezit, ku ndodhemi tani, pra lagja Pleshisht, dhe lagja e Sipërme, e cila quhet Bojan. Këtu ndodhemi në lagjen e Mezit, ku kanë jetuar historikisht dy fise shumë të mëdha ortodokse, fisi Spirollari dhe fisi Naqe. Për fatin e keq, për momentin në ditët që flasim, lagja është krejtësisht e braktisur. Pra, në këto momente që flasim, nuk ka asnjë banor që jeton në këtë lagje. Pra, të dyja fise, si fisi Spirollari ashtu dhe fisi Naqe, janë larguar drejt Pogradecit ose drejt Tiranës ose edhe jashtë shtetit. Disa prej shtëpive janë shkatruar, por disa prej tyre edhe janë mirëmbajtur, siç mund ta shihni nga banorët vet, kanë ndërtuar ose një çati ose kanë ndërtuar diçka për ta mirëmbajtur shtëpinë dhe për të mos e lejuar që të shembet. Një fakt shumë interesant është që në këtë lagje, pra në lagjen Pleshisht dhe në fshatin Pleshisht, po pikërisht në këtë lagje është rritur dhe është lindur patrioti i madh Gjok Shqiptari, i cili ka edhe një shkollë në nder të tij në qytetin e Pogradecit me emrin Gjok Shqiptari. Pra, patrioti i madh Gjok Pjetër Shqiptari, i cili kështu njihet në histori, por me sa di unë historikisht vjen me origjinë nga fisi Naqe në fshatin Pleshisht, ka qenë një mësues i gjuhës shqipe dhe në nder të tij është hapur shkolla nëntëvjeçare Gjok Shqiptari në qytetin e Pogradecit. Siç mund ta shihni dhe në këto momente, nuk ka as edhe një banor në fshat. Pra, lagja ku jemi tani është krejtësisht e braktisur, edhe nuk e sa ka banor për shkak se shumica janë larguar. Dhe sigurisht arsyet kryesore pse njerëzit janë larguar nga zona e Mokrës është e para rruga dhe e dyta uji. Rruga tani na erdhi pra rruga është ndërtuar, rruga Qukës Qaplotsh, por që shumica e banorëve janë larguar edhe shumë e vështirë tani që të kthehen përsëri. Le të shohim pak me kujdes se si duket një shtëpi. Kjo, në fakt, fshati Pleshisht është një fshatrat më të bukur, sepse këtu mund të shihni shtëpi karakteristike mokrare, pra shtëpi të ndërtuara prej guri, të ndërtuara me merak, si themi ne, por që për fat të keq, për shkak të largimit të banorëve, shumica e shtëpive janë braktisur edhe po shkojnë drejt shkatrimit. Pra mund ta shikoni pak çfarë shtëpi e bukur. Këtu, një shtëpi vërtet e bukur, një shtëpi mokrare, ndërtuar me gur, por që ka filluar që me kalimin e kohës që të shembet. Pra mund ta shikoni që çatia është shembur, por që mënyra se si këto shtëpi janë ndërtuar është vërtet të vjen keq që me kalimin e kohës po shkatrohen. Këtu mund të shikoni edhe disa shtëpi të tjera të zonës së fshatit. Ndërkohë që pak më vonë do të shkojmë drejt lagjes së Sipërme, ku ndodhen dy fise myslimane. Pra, siç u thash në fillim, fshati është ndarë në tre lagje, pra në lagjen e Mezit, lagja ku jemi tani, lagja Pleshisht, në lagjen e poshtme, lagja Kërkov, dhe lagja e Sipërme, lagja Bojan, e cila banohet nga banorë të besimit mysliman, ndërsa lagja këtu ku ndodhemi dhe lagja e poshtme, banorët janë të besimit ortodoks. Fshati Pleshisht është një ndër të paktat fshatra në krajinën e Mokrës, i cili ka të dyja fet, pra ka dhe banor të besimit ortodoks, por ka dhe banor të besimit musliman. Ndërkohë që ecim dhe shohim disa shtëpi të tjera, siç u thash, disa prej shtëpive fatmirësisht nuk janë shkatruar akoma, disa prej tyre edhe mirëmbahen, shikoni pak sa e bukur. Disa prej tyre edhe mirëmbahen nga vet njerëzit të cilët e kanë shtëpinë, ose kanë ndërtuar çatin, ose kanë ndërtuar diçka për ta mirëmbajtur dhe për të mos e lejuar që të shkatrohet. Por siç u thash,
Ajo që vlen të theksohet dhe që të vjen keq është që në këtë lagje nuk ka më asnjë banor. Pra e gjithë lagja është krejtësisht e braktisur. Siç mund ta shihni, nuk ka as edhe një lëvizje, pra nuk mund të shikoni dot as edhe për fat të keq as edhe një pul kur i thon. Jo më njerëz, pra nuk ka. Lagja është plotësisht e braktisur prej vitesh edhe kanë ngelur vetëm shtëpitë. Këtu mund të shikoni një shtëpi e cila për fat të keq është shkatruar, ndërkohë që kjo është një pjesë tjetër e lagjes ku ka shtëpi të tjera, të cilat i përkasin fiseve spirolari dhe fiseve naqa. Pra kjo është lagja e Mezit, pra lagja Pleshisht, nga ku fshati Pleshisht ka marrë emrin, ndërkohë që rruga drejt të çon drejt lagjes së sipërme, ku do të shkojmë pas pak.